Voltan Xhani, njeriu që u kap mëngjesin e sotëm në Durrës, është i dyshuari kryesor për organizimin dhe vrasjen e Elis Roshkodolit në lagjen Ahmet Haxhiu në Shkodër mesditën e 30 gushtit 2024, teksa ishte duke konsumuar kafe. Bashkë me 34 vjeçarin është arrestuar edhe vëllai i tij, Jurger Xhani, ndaj të cilit tashmë është hapur dosje hetimore për akuzën e prodhimit dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, mallskallëzimi i krimit dhe përkrahja e autorit të krimit. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, si i dyshuar për kryer në vepra penale, trafikimi mjeteve motorrike, kryer në bashkëpunim, sigurimi i kushtet dhe mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit fizik, policia i gjeti një armë zjarri pistolet dhe municion luftarak. Në çantën e tij, shërbimet policore i gjetën një armë zjarri pistolet fishek gati për qitje. Jurger Xhani, 35 vjeç, lindur në Përmet, edhe këtij shtetasi ju gjet një armë zjarri pistolet dhe municion luftarak. Rezulton se Voltan Xhani është shpallur në kërkim ndërsa nipi i tij Giulio Malo u vu në pranga nga policia për sigurim të kushteve për të kryer vrasje dhe veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Xhani dhe Roshkodoli njihen herët në shtetin e Belgjikës ku kanë jetuar për vite me radhë dhe dyshohet që kanë pasur përplasje të forta për shkak të aktivitetit kriminal në tregtinë e drogës. Dyshohet se ai ka organizuar krimin pasi me ndihmën e nipit dhe 2 personave të tjerë ka trafikuar makina nga jashtë vendit, të cilat i mbante në një servis në Borzhit. Njëri nga automjetet, pjesë të cilit janë gjetur brenda servisit, është përdorur për kryen e vrasjes. Në gjurmët e servisit ku gjetën provat e krimit, policia tha se po ndiqte lëvizjen e automjetit pas kryerjes së atentatit. Lidhur me vrasjen e Roshkodolit, policia ka shpallur në kërkim dhe 2 persona të tjerë. Ekzekutimi dyshohet se ka pasur si motiv trafiqet e palishme, por nuk përjashtohen as pista të tjera.